Muhamedi alayhi salatu wassalam ka kërkuar wala tas'alu an-nase shay'a, kërkoj besatimin tuaj që prej asnjë njeriu nuk do të kërkoni asgjë. Pra, nëse dëshironi që të bëheni musliman, që të bëheni pasuesit e mi, atëherë në kuadër të besatimit, ashtu siç më besatoheni që të adhuroni vetëm Allahun dhe të mos i bëni shok, që të besoni në mua dhe të më ndiqni, po kështu kërkoj prej jush që edhe të mos kërkoni asgjë nga askush, nga se nderuar vëllezër, nuk përkon me personalitetin e besimtarit. Të besosh në Allahun te bareke ve teala, i cili posedon çdo gjë, në dorën e të cilit janë depot e tokës dhe të qiejve, e pastaj të kërkosh nga të tjerët. E pastaj ta shtrish dorën tek ata që janë sikur ti, tek ata që ndoshta e presin me ëndjen më të madhe këtë moment, në mënyrë që të poshtrojnë, në mënyrë që të përulin, në mënyrë që të nënçmojnë. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam në porositë tjera të tij na tregon se pavarësimi përveç që është, si thuash, sinonim besimit, është me kuptimin e plot të fjalës, sinonim i krenarisë, madje i krenarisë së besimtarit, nga se ka krenari të arrogantëve, ka krenari të mendjemdhenjve, jo pavarësimi nga tjerët, vetëm mjaftueshmëria është krenari e besimtarit. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Krenaria e besimtarit është kur ai nuk ka nevojë për tjerët.